në qoftë se përballon presioni, nuk është problemi im. Në qoftë se ajo nuk mban, nuk është problemi im, o vllai dashur. Okej, pra më rregull, te kjo jam dakord me ty. Unë e kam fajin. Kurse mansa më. Problemi im është këtu. Se më ka cënu ajo më rënd mua. Se ti thush prindërve, prindër, hajde merrni këto, se kjo s'është në rregull. Se është kështu, është ashtu, çfarë do me thënë kjo? Po kush do me qenë? E pra, i ladh ta ty ai dhe ti psove 3 fazonçar nuk i the ati. Apo jo, ja ktheve Viserlos me shumë ofendime. E kupton? Qa i thash unë nga ato të tuat? I thash në një gjë? Nuk i thash asnjë gjë. Atëre? Atëre mos më thuj mua. Kur të përmeni familjen do përmeni. Nuk vjen keq mua. Do me thënë pse u shava unë, nuk vjen keq ty, ë? Jo. Nuk vjen keq ty pse u shava unë. Nuk vjen keq ty që unë nuk arrit do t'i kthej një fjalë atë saj. Që duhet të mbaj të mbledh për veten time. Që duhet të mbledh këtu tani dhe s'duhet lëshoj asnjë gjë nga goja. Për mua nuk vjen keq. Që e mbaj brenda të gjitha. Edhe ai që shkon edhe shan atje. Nuk të vjen keq ty. Edhe i Rogerta. Apo të vjen keq vetëm për viktimën. Që bën viktimën që shkon qan. Qa viktimën? Po pra, qa të duke mund ty, që i mbaj gjërat nga brenda. Edhe nuk di qaj, dhe nuk di ti ki ke dhoma e rrëfimit. Duhet me qajtë këtu që të vi keq për tjetrin. Unë që u rëndova nga fjalët nuk ka problem. Për mu s'duhet vi keq, mu vjen keq për atë se është ajo ashtu. Po mua, që më tha fjalë më të rënda. Apo pëse në ban Gerta, së është problem. Mbaj unë. Qatë ka thonë të rëndë? Qatë ka thonë të rëndë? Ska përmen familje? I tha. Ata ka përmen? Ata ka thonë shkile? Nën grota, ka thonë?